Për një djalosh 13 vjetë gjysmë vjeçar dhe kam betë për 2 javë prej paprind. Edhe nana edhe baba që e kanë adoptu kanë vdekë. Dhe me thënë ka qenë jetimore ka jetu, mandej ata e kanë adoptu. Dhe pas 3 vite gjysmë, masi që e kanë adoptu, kanë vdekë të 2 prind për 2 javë. Dhe tash ishte puna që banesa ishte e lidhjes ljuftetarëve dhe do ishin me ja marrë banesën. Si je? Mirë faleminderit. Si më kalon? Mirë Pas faleminderit. pari një kompliment po ta jap. Po dukesh. Faleminderit, Sa i faleminderit, Nga faleminderit. puna vini? Nga puna vini? Une jam rrit në Shkup. Shumë. Po, prej vitit 65 jetoj në Prishtinë, Kosovare, e ndi vetën Kosovare. Ti vetë në Kosovare. Po, E nkuadru tamam në Kosovë që duhet, ç'do të po, punë. mendoj që po, nuk e di. Tash tjertë let po mendoj le ta vlerësojnë, të tjerët. Është më mirë kanë jetë të tjera të lësh ta vlerësojmë. Kjo më pëlqen shumë je domethënë realiste, se disa vlerësimet Po përpiqem, po si shiqani. Sot me qenë realiste nuk është bash për lavdrat. As nuk është se une në fakt gjatë 71 vjeqe jam, edhe gjatë jetës time dhe karierës time kam pa që kam konkludu që sa jema i sinqert është ma keq, ende nuk e kemi arrit atë nivelin e kulturës që ta vlerësojmë sinqeritetin e njeriut dhe ta kultivojmë në mënyrë që edhe të tjerët të jenë shembull për dikën tjetër. Por ashtu, si po mundem ashtu edhe po gjindem. Regjimi juaj sot për histori tjetës që do të ka mbetur në kujtesën tënde. Po, une jam avokate me profesion. Kam qenë para luftës, domethënë, ajde të them pa modesti treshme që kam qenë avokatja e parë femër në Kosovë. Dhe kam shumë momente, por do ta veçoja një, i cili ka qenë për mu shumë i suksesshëm dhe shumë i dobishëm për klientin tim. Fjala ka qenë për një djalosh 13 vjetë gjysmë vjeçar dhe kam betë për 2 javë prej paprind. Edhe nana edhe baba që e kanë adoptu kanë vdekë. Dhe me thënë ka qenë jetimore ka jetu, mandej ata e kanë adoptu dhe pas 3 vite gjysmë, masi që e kanë adoptu, kanë vdekë të 2 prind për 2 javë. Dhe tash ishte puna që banesa ishte e lidhjes ljuftetarëve dhe do ishin me ja marrë banesën. Dhe me ja hup edhe, dhe me thënë me hup ai statusin e banimit, statusin e personit i cili është i strehum, dhe qendra për punë sociale më kontakton dhe më tregon për rastin dhe une i them nuk është problem, sa do të koshtoj unë i thash pro bono. As një cent nuk dua të marr. Dhe une është dashur atëhere me shku në Beograd, sepse Ministria për Financa kërkonte të jepet leja për blerjen e banesës, kurse gjykata, sepse lidhja e ljuftetarëve e ka padit klientin tim, dhe gjykata nuk e lëshonte vendimin pa vendimin e Ministrisë Financave në Beograd. Ministria e Financave në Beograd nuk e lëshonte vendimin ose pëlqimin për blerjen e banesës pa vendimin e gjykatës. Dhe une pasi e zotroj mirë gjuhën serbe, kontaktova me ministrin edhe kërkova takimin dhe më lejoj. Dhe kur shkum atje, ai faktikisht na dha, se e tregova rastin me të gjitha dokumenta, edhe kishte mirë kuptim shumë, na dha lejen për blerjen e banesës. Atëhere me qatë leje për blerjen e banesës e vazhdojmë procedurën në gjykat dhe ai tani edhe ka martu. Tani është baba i 3 fëmijëve, jeton i lumtur me familjen e tij, edhe ajo ka qenë për mu ka qenë jo vetëm sukses, se nuk e marrim si sukses. Ajo është si thojnë asi ata që janë besimtarë, nëse Zoti ta qel rrugën, e gjen edhe personin i cili të ndihmon.
E unë kam qenë vetëm ndërmjetësuese. Me thanë nëpërmjet Zotit, une e kam kry punën sepse ai ka qenë edhe fëmijë edhe ka qenë jetim, ashtu që mendoj që ka shumë momente po që këtë e kisha nda me ju. Një shpëtimtare mura me thënë, pas ke qenë për këtë djalosh. Një shpëtimtare që... Po, shiqoni, unë kam një djalë, shumë shpesh i thom djalit e më ndigjon më shumë se ti. Se çdo herë kur ju kam drejtu për diçka, gjithmonë më ka dalë. Si, gjithmonë. Gjys natës. Kur i drejtom atij, ai ma kryen punën, çka do që tash. E takon shpesh tash? Po, adin si po, takomi, po ai tash është familjar, ka familjen e tij, ka fëmijë, ka gru, ka obligime, punon, ashtu si unoni? Dinamika jetës, ndoshta nuk... Patjetër, edhe dinamika jetës ka ndikuar në atë që megjithatë, po e them sa herë po e thras, ose po e takoj, ose shkoj, ose vin, jemi si një familje. Sa vitet ka ra me qëndru me to? Po ende është, ai nuk kam qëndrune me te. Po, une i kam ndihmu në zgjidhjen e problemit, pastaj qendra për punë sociale e ka gjetë një familje e cila ka jetuar aty pa pagesë dhe është kujdesur për te derisa i ka bërë 18 vjet. Kur i ka bërë 18 vjet, ata kanë shkuar në Amerikë, atëherë unë kam qenë vazhdimisht kontakt me te, kam këshilluar për shumë gjëra, si do të veproj, si do të bëj. Ashtu që ka pas, ndoshta nuk ka pas fat me atë që nuk din kush janë prindërit e tij, po megjithatë është djalë i lumtur, tani ka familje, edhe jam e sigurt 100% që ai, jo vetëm që jam e sigurt, po edhe di që ai aq ju ka përkushtu familjes, fëmijëve, edhe i ka fëmijë të suksesshëm. Gruaja po i punon, ai po punon, banesën që ja kom shpëtu 3 dhomshe e ka të vetën, ashtu që... Një mrekulli. Absolutisht po. Po. Në fund, një mesazh të një grua fort që pas ke shumë nga jeta, gjitha të grave një mesazh që ndoshta do të shërbej pak për jetën, çfarë ju këshilloni këshill? Shiqoni, jeta ka batice dhe zbatice. Ramje dhe ngritje, po kur mos më ndërtu, kur. Sepse gjithmonë ndodhin mrekullinat edhe atëherë kur presim më së paku, mrekullia vjen. Kisha kënaqësi. Shpresoj që të takomi ndonjë emision më zgjeruar me juve. Faleminderit shumë për këtë histori, për këtë linjë jetë. Cili televizion jetë? Histori të jetës, është portal. Po, është portal. Edhe kemi audiencën më të madhe të grave që ndjekim. Bravo, faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Ne kemi nevojë. Megjithatë gratë tani e kanë pozitën pak më ndryshe, sepse përpara edhe pse ende kanë mbet bizotron e drejta zakonore mbi të drejtën ligjore në shumë aspekte, sidomos në çështjen e trashëgimisë, po edhe ajo do të rregullohet. Edhe në atë drejtim po punojmë. Faleminderit për këtë linjë jetës që ndajte me neve. Të uroj më të mirat në jetë, kënaqësi që u takum. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën. Mirupafshim.